Partia Demokratike e Kosovës e ka zgjedhur për kryetar të saj Bedri Hamzën. Zgjedhja e Hamzës u bë me shumicë votash në konventën zgjedhore të partisë që u thirr para 5 ditësh, kur dha dorëheqjen kryetari i deritanishëm i PDK-s Memli Krasniqi. Në këtë garë Hamza nuk pati kundërkandidat. Gjatë fjalimit para delegatëve, Krasniqi tha se në udhëheqjen e tij për 4 vjet e 4 muaj, PDK-ja u forcua, por Kosova u dobësua. Krasniqi u kërkoi anëtarëve të partisë unitet. Le të forcojmë radhët dhe le të japim Kosovës atë që e meriton. Një alternativë të fortë, moderne, profesionale, një qeverisje të kompetencës e jo të kaosit, një leadership të unitetit e jo të përçarjes. Sepse Kosova nuk ecën përpara pa një PDK të fortë të bashkuar. Sepse Kosova nuk ecën përpara pa pas përsëri PDK në qeverisje. Me kërkesë të njëjtë u drejtua anëtarëve të partisë dhe kandidati i vetëm për kryetar Bedri Hamza. Hamza tha se në krye të PDK-s ambicie kryesore do ta ketë forcimin e saj dhe shtetit të Kosovës. Ambicia jonë do të jetë gjithmonë e përbashkët. Dhe kjo ambicie është për të forcuar partinë, ekipin dhe vendin tonë. Prandaj, sot me shumë sekonda, kemi nevojë për njëri tjetrin. Kemi nevojë për të mbështetur, për të respektuar dhe për të mos humbur askënd nga rruga jonë. Por para se kandidatura e Hamzës të dilte në votim, fjalën e kërkoi nënkryetari Enver Hoxhaj. Hoxhaj shprehu hidhrimin e tij pse partia nuk ja aprovoi kërkesën që konventa të mbahej një javë pas. Sipas tij, kjo ngjarje nuk qe as historike e as demokratike. Tha se garën e prishi kryetari i deritanishëm Krasniqi, kur që në momentin e dorëheqjes e dha preferencën e tij për kryetarin e ardhshëm. Në mënyrën se si janë shpallë zgjedhjet për 5 ditë, në mënyrën se si në konferencën e parë për shtyp e ka dhënë preferencën e tij, në mënyrën se si në televizion ka folë haptas që mbështet një kandidat, në mënyrën se si ju ka ftuar disa prej jush si kryetar Desh. Duke thënë që këtë të dojtë ta mbështeti, apo kjo është preferencia ime, mendoj që ka bërë garën të mbyllur dhe mendoj që nuk është gara e hapur, nuk është gara demokratike. Edhe gara e kaluar për kryetarin e PDK-s që u mbajt në korrik u bë me vetëm një kandidat, Memli Krasniqin.